më kujtohet roli, dhe kemi diskutuar edhe bashk, roli i një figure si Fadil Vokri. Në një kuptimi ju keni bërë diçka të ngjashme, apo keni bashkëpunuar me të për ta futur Kosovën në UEFA dhe FIFA. Dhe sa ka ndikuar kjo gjë, po themi në avancimin ndërkombëtar të shtetësisë Kosovës dhe po ashtu dhe në, po themi, në kultivimin të brezi i ri të dashurisë për sportin, apo dhe kjo është rëndësishme. Fadil Vokri ka qenë një ikon, Fadili ka qenë nën presidenti i imi dhe së bashku do thotë kem punuar së bashku edhe me antarët tjerë të bordit ekzekutiv, që Komiteti Olimpik i Kosovës njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, që nuk ishte ndodhur gjatë 26 viteve më herët që një shtet që nuk është antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara të njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe pastaj pasi u njeh Komiteti Olimpik, u hapën rrugët edhe për gjitha federatat, duke përfshirë edhe Federatën e Futbollit. Do thotë 2 vite më vonë, mas njohjes së Komiteti Olimpik të Kosovës, vije deri te njohja e Federatës së Futbollit dhe këtë drejtim dihet roli i pakontestueshëm i Fadil Vokrit.